Prokuria e Tiranës ka dërguar për gjykim dy vëllezërit Andje Mario Roshi, administrator të dy qendrave të masazhit. Ata akuzohen për pastrim të produkteve të veprës penale dhe veprimtari kriminale kryer në bashkëpunim. Hetimet zbuluan se dy vëllezërit rekrutonin femra për t'i punësuar si masazhatore dhe i detyronin të kryenin shërbime seksuale kundrejt pagesës dhe përfitimet i ndanin me njëri tjetrin. Vajza minorene të rritura apo të divorcuara ishin preja e preferuar e tyre. Ata nisnin të njiheshin përmes rrjeteve sociale, më pas dilnin me to dhe ju ofronin punë. Pas këtij momenti, vajzat nisnin punë si masazhatore, por me kalimin e kohës kur klientët besnik të qendrës shfaqeshin, ato kryenin edhe shërbime ekstra sipas kërkesës kundrejt një shume të caktuar. Paratë e përfituara ndaheshin përgjysmë mes djemve pronar të qendrës dhe punonjësve. Prokuria ka sekuestruar pasuri të cilat dyshohet se janë lidhur me veprimtarinë kriminale, pasi nuk justifikohen nga të ardhurat e ligjshme. Pasuritë e sekuestruar përfshin një njësi 34 metër katror, një apartament, një post parkimi dhe 3 automjete të markave Benz, Volkswagen dhe Skoda.